Falëndërimi dhe lavdërimi ka qenë vetëm Allahut fuqiplot, atë e falënderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Xhamati i nderuar, dia apo dituria është dhuntia më e madhe që Allahu na ka dhënë neve. Allahu fuqiplot këtë dhunti na dhuroi dhe ne duhet ta mbajmë. Sepse Allahu e ka lavdruar dijen në zënjën e diturisë dhe e ka nderuar bartësin e dijes. E ka respektuar bartësin e diturisë dhe u ka dhënë shpërblime të mëdha. Allahu fuqiplot në Kur'an thot: Yerfa illahu alladhina amanu, Allahu i ngrit ata të cilët kanë besuar minkum nga ju, walladhina utul ilma darajat, edhe ata të cilët kanë dituri janë një shkallë më lartë. Wallahu bima ta'maluna khabir, dhe Allahu është i informuar për secilin vepër tuaj. Pastaj me një ajet tjetër të ndershëm vëllezër, Allahu për diturinë thot: Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Në asnjë mënyrë nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Të ndershëm vëllezër, argumente shumë nga Kur'ani, argumente shumë nga hadithi, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për diturinë. Dhe në asnjë rast nuk guxon të mendojmë ndryshe përpos se të udhëzojmë trit dhe treja tona që të kapën fort për nxënjen e diturisë. Nuk filloj nga shkolla fillore, por do të filloj nga shkolla e mesme dhe fakultet e kështu me radhë. Të ndershëm vëllezër, sot i treti, dita e mërkurit, dita e parë që filluan nxënësit tanë të ulën në për banka shkollore, duke pas parasysh që një vjet e disa muaj munguan nxënësit tanë, djemt dhe vajzat tana nga bankat e shkollës. Prej asaj dite që na u larguan fëmijët e tanë nga bankat e shkollës, ne u mërzitëm shumë. Dhe kaloj si kaloj ajo kohë, me mësim e pa mësim, mirë dhe keq, me dëshirë e pa dëshirë, ato ditë dhe ata muaj dhe ata vite shkuan. Mirë po, problemi qëndron se shumë pak prindërit janë të interesuar për fëmijët e tyre. Unë jam duke folë tash për ata që interesohen, por biseda, fjalimi im shkon të ata prindër që nuk interesohen për fëmijët e tyre. Për atë shkak po i them tash që nuk është burni me ardhë një javë para se ti merë nxënësi ose djali jote dhe vajza jote dhe imja notat, mu mundu dhe me intervenu dhe me pa se cila not nuk të pëlqen ti. Sa atë not, në qofse sot prej dishit e bën 5 fillore, në qofse atë not sot prej dishit e bën 5 të mesme, nëse atë not që se meriton djali jot apo djali im, une e përmirësoj një indeks që e meriton 6, une e bëj 10, ata njerës pas 10 viteve, 15 viteve të në udheqin, e pastaj mos qaj se në udheqin ose s'në udheqin mirë. Dhe më thonë, qka të mbjellim, do të korim matematik e thjesht. Për atë qka këtë ndërshëm vëzëm.
Hajta lom fëmijët e tonë atë që meritojnë ta marrin. Ama të punojmë me fëmijët e tonë. Prej sot, të punojmë me fëmijët e tonë. Cila lom nuk i shkon. Me cilën lom ka problem. Ka problem me matematikë, gjeni arsimtar matematikës. Si ja ke ble telefonin, si ja pagun 500 dinar mujt internetin, paguj edhe një profesor. Se ne ma shumë qefe i në të i bon vetës, e ma shumë panin atë argjuna për kafe, qajtore, në për vetura, e duke shëtit, pasha Allah i sësa për fëmijët e ta. Shumë pak investim jena duke bon për fëmijët e ta. Një vjet, tër viti ka dërë, ende fëmijët nuk i kanë ose fletoret i mungojnë, ose lapsat i mungojnë, ose diçka i mungojnë. Këtu nuk e ka fëmija, e ka fëmijë prindi. Unë e di që ka prinder që nuk mundën, kanë probleme serioze ekonomike. Ka njerës që kanë me ndihmu edhe atë. Mirë po, prindi, 9 muaj, ftjet flenë, në gjumë, e pas të të vind. Sot e nesër e pas nesër, kush do qa? Në përgjësi jemi duke folë. Për vjetë, ne insistojmë që fëmijët e tonë të kalojnë shkëlqyeshëm. Që është mirë, o mburje, së cili duhet mu laftru. Se djali dhe vajza e ti e ka kri shkollën me shkëlqyeshëm. Mirë po në tjenë notat e merituara, në tjenë merituara se për ndryshe, a i fëmij ka me humbi pari, pastaj prinderit e ti kanë me humb, e pastaj edhe lagja e qytetit kështë më ratë. Të ndërshë vëzër, Allah subhanahu wa ta'ala thot, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, thot leza, mësa studion në emrin e Zotit tënd i cili të krijoi ti. Edhe nuk ka burë në botë që mundet me kundërshtu këtë. O, veç pse na ka një nati, bota mundet me thonë ju musliman, jaja. Qaj musliman, që thot jam musliman dhe e kundërshton diturin, aji nuk ka të boje me fejnë tonë. Aji ose është gjahil, ose është munafik. Ama qaj që thot jam musliman, edhe e kundërshton në zënjën e diturisë, qoftë mashkull apo femër, ai gjithë shka mundet me qenë, veç musliman në lëg ka problem. Pse? Sepse Allah e ka obligu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimetin. Sepse nxënja e diturisë është farz edhe për djalin edhe për vajzën. Unë e mbaj mend më herët, thojshim ne qahishim se nuk dim në shkrim, nuk dim ku të shkojmë, ku do që shkojmë, nuk kemi njerës, ata njerës nuk vinë nga qielli, do të mi bon vetë, si dim mi nisë ata fëmijët. Puna me leto me nisë fëmijën, puna me zërë qma si me eduku, si me rritë. E Allahu Gjeleshanu në ka të regu, Allahu Gjeleshanu në ka mësu. Edhe ajë që nuk mundet, duhet kërkon dhimë, nuk ka turp, mi thonë dikujt, o vlo, es me pak foli djallit tim, es pak foli vajzës time. Nuk është turp me kërkon dhimë, ne kërkojmë dhimë, i ke 50 thos qiment, nuk mund të qesë e mura, kërkon dhimë. E pse nuk ka turp ati me kërkon dhimë? Se nuk mundet. Po edhe kërkon dhimë, kur ke problem me fëmijët e tu, kërkon dhimë. Sepse ata fëmijët tut janë, mirë por në qëfës janë të mirë, edhe unë e ka me posë dobi nga ata. Në qëfës janë të likë, jo vetëm ai si prind, por të gjithë ne do t'ja shofim sherrin. Të ndërshëm vëzër, po sta zgjeroj këtë tepë, edhe pse është shumë tepë, që duhet të gjithë flasim e të punojmë për këtë çështje, unë do t'i përmendit disa dietarë që kanë kontribu në aspektin si musliman, jam duke folë. Për shembull, kemi se kohën e fundit
nëse shkon në Spanjën e Sodit, e dëgjojsha një ditë një YouTube, një profesor i pyeste studentët, ju thoshte, e dini kush është Averrosi, për shembull, çka ato tregojshin diçka, ama se si me ditë që ka qenë musliman. Ibn Rushdi, për shembull, Averrosi o Ibn Rushd. Po Avicena, e dini se ka emrin. Ato vetëm se mos me ditë bota që ka qenë musliman. Parlamentoj çfarë mlefi, çfarë zili, çfarë inati. E kanë mësuar studentat tonë më herët. E kanë mësuar Avicena, pas një herë profesori ka thonë, musliman ka qenë. Pak inati na vjen, po çete muslimana. Ibn Sina. E shumë djetarë tjerë që kanë zbuluar, kanë punuar, kanë shkruar libra që sot mësohen, për shembull në Cambridge, në Oxford, mësohen libri Ibn Sinës, medicinë mësohet atje. Ama askush nuk e përmend, se nga inati, nga zilia, se musliman nuk ban me ditë bota që musliman ndonjëherë kanë qenë. Po ne kur kena qenë, për ne më musliman, kur kena punu si për fesë, valla kena përparu. Ama kur e kena bon, në të gjuhën tonë gjisë punën. Edhe kështu, nuk mundet edhe kështu. Se nëse ne jemi sinqertët përpikt, pasha Allahu, kitë bota ka më në dasë. Nuk ka njëtë botë që nuk e do njëri në sinqertë. Ama ne i kemi fajt. Ne i kemi fajt për shkak se turprojmë nga feja janë, turprojmë nga Kurani janë, turprojmë nga shkenca janë. Të ndryshëm vëllezër, si prindër kemi përgjegjësi të madhe ndaj familjeve tona, ndaj fëmijëve tonë, për t'i stimuluar, për t'i edukuar në të mirë dhe në nxënjen e diturisë, sepse njeriu që ka dituri edhe ka moral, pasha Allahun, krejt bota ka me pa hajrin. E njeriu që s'ka dituri dhe është i pa moralshëm, krejt bota ka me pa shirin. E mësoj vetë dhe juve, punoni me fëmijët e juaj, pa marrë parasysh janë fillore të mesme apo në fakultet, sepse sot jemi ne, pas disa viteve do t'jenë ata. Inshallah Allah na uzon, edhe të gjithë së bashku në qanë barëk, Allahu lena wa lakum fil Kur'ani l'azim, wa nafa'ana wa iyyakum min adh-dhikri al-hakim, wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون